Flamurtari ka regjistruar një tjetër humbje në kampionatin e kategorisë superiore, teksa të shtunën pasdite është mundur në shifrat 2-0 nga Dinamo. Ndeshja është zhvilluar në stadiumin Selman Stermasi. 2 gola, një për secilën pjesë, i kanë dhënë fitoren e ekipit të Dinamos, duke u zhytur edhe më tepër në krizë ekipin e Flamurtarit që tashmë mban vendin e fundit në renditje vetëm në kuotën e 2 pikëve. Dinamo fillimisht do të kalonte në avantazh në minutën e fundit të pjesës së parë, kur Guindo ka realizuar me kokë golin e avantazhit për Dinamovitët. Në pjesën e dytë, ekipi i Dinamos do të realizojë edhe golin e dytë, duke mbyllur gjithçka me fitoren e tyre dhe 3 pikë shumë të rëndësishme në rrugën drejt titullit kampion. Për ekipin e Flamurtarit ishte humbja e radhës në kampionatet, teksa deri tashmë në 6 javë ka regjistruar vetëm 2 barazime dhe të tjerat humbje, dhe duke mbajtur vetëm 2 pikë në renditje në fundin e saj. Pas ndeshjes duket se trajneri Carlos Garcia tashmë do të largohet nga ekipi vlojat, ndërsa mungon vetëm zyrtarizimi nga ana e klubit të futbollit Flamurtari. Garcia nuk ka arritur dot të përçojë idetë e tij, edhe pse është bërë një merkato i bushme, ndërkohë që tashmë tek ekipi Flamurtarit janë duke menduar për zvendësin e tij.